Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar me publikimin e rezultateve preliminare nga mbi 80% e vendvotimeve në vend. Sipas të dhënave të KQZ-s, lëvizja vetëvendosje kryeson me 43,63% të votave, në vendin e dytë renditet Partia Demokratike e Kosovës me 21,77%, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës është e treta me 18,01%. Aleanca ka siguruar 7,43%. Ndërkohë, sipas rezultateve preliminare të publikuara gjithashtu nga Demokracia në Veprim, renditja mbetet të njëjtë. Vetëvendosje projektohet me 42,7%, PDK me 21,5%, LDK me 17,7%, ndërsa Aleanca me 7,1% të votave. Këto zgjedhje u karakterizuan edhe nga një pjesëmarrje më e ulët të qytetarëve me rreth 37% të votuesve që shfrytzuan të drejtën e tyre për të votuar. Rezultatet mbeten preliminare dhe pritet të ndryshojnë deri në përfundimin e numërimit dhe certifikimin zyrtar të procesit zgjedhor. Vlen të theksohet se në këto rezultate nuk janë të përfshira votat e diasporës dhe ato me kusht. Detajet e tjera rreth procesit zgjedhor i gjeni në telegrafi.com.